Themrat e plasaritura, dy receta natyrale për t'i trajtuar ato. Duhet të sigurohemi që gjithmonë të kemi këmbë shumë të kuruara, jo vetëm për sa u përket pedikyrit, por edhe për të hequr qimet dhe hidratimin e tyre. Edhe në fjalën hidratim, shtypim sot pasi të gjithë përballemi me të njëjtin problem. Themrat po plasariten dhe kjo duhet edhe të bëhet në mënyrë natyrale ndalimi i tyre. Në këtë video do t'rregojmë dy receta natyrale shumë të thjeshta që mund t'i ndiqni në kushte shtëpie dhe për të evituar problemin. Hidratimi me lëng limoni. Përhapni lëng limoni në themrat e plasaritura dhe më pas mbështillini këmbët me një film transparent ose vishni çorape për rreth 30 minuta. Hidratimi me vaj ulliri. Lyeni këmbët me vaj ulliri dhe mbështillni me një fije transparente. Në këtë mënyrë ju do t'jeni në gjendje të mbyllni lagështinë në zonat e thata të këmbëve tuaja. Ju mund të bëni këtë pak përpara se të shkoni në shtrat dhe kështu t'i lini këmbët tuaja të hidratohen gjatë gjithë natës për të marrë hidratimin e munguar.